Me vendim të gjykatës së lartë, dosja e Dritan Dajtit, i akuzuar për vrasjen e 4 policëve në gushtin e 2009 në Durrës, do të rigjykohet në gjykatën e apelit për krimet e rënda. Vendimi është marrë paraditën e kësaj të mërkure, ku është shqyrtuar ankimimi i prokurorisë për vendimin e apelit në dhjetorin e 2014-s, me pretendimin se gjatë procesit kishte patur shkelje të drejtave themelore. Apeli i krimeve të rënda riktheu dosjen për rigjykim në shkallën e parë, e cila kishte dënuar Dajtin me 4 burgime të përjetshme. Por gjykata e lartë i rrëzoi pretendimet e apelit. Sipas kolegjit penal, kjo çështje duhet të shqyrtohet nga apeli i krimeve të rënda. Sipas apelit, gjatë shqyrtimit në themel janë shkelur disa të drejta themelore Dritan Dajtit. Apeli argumentoi se ai nuk ka patur një avokat gjatë gjyqit dhe disa seanca ishin kryer pa prezencën e tij. Për këtë arsye, gjyqi i tij duhet të zhvillohet edhe një herë, po në shkallën e parë. Vendimi i gjykatës së lartë rikthen edhe një herë, një nga gjyqet më të gjatë në historinë e gjykatave shqiptare. Shkallës së parë ju deshën 276 seanca në 5 vjet për të dënuar Dritan Dajtin në 23 korrikun e 2014-s.